Mirë se keni ardhur në Vlorë, shpresoj të keni kaluar një mbrëmje të këndshme dje. Nderuar kolegë, përfaqësues të policive të vendeve të Evropës Juglindore, nderuar përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, partner, miq, nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Shinderi veçantë për mua që në cilësinë e presidentit të radhës së SEPKA-s të hap sot punimet e këtij takimi të rëndësishëm rajonal në qytetin e bukur të Vlorës. Padyshim jo pa qëllim kemi zgjedhur qytetin e Vlorës për ta zhvilluar këtë takim. Vlora është qytet shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, pasi në këtë qytet në vitin 1912 pavarësia e shtetit shqiptar mori jetë. Gjithashtu, po në këtë qytet është nënshkruar dekreti nga qeveria e kohës për themelimin e policisë shqiptare. Është kënaqësi e veçantë që në simbolikën që përfaqëson ky qytet të mirëpresim sot miqtë dhe kolegët nga rajoni, duke qenë të vetëdijshëm se SEPKA mbetet platforma më gjithëpërfshirëse dhe më funksionale e bashkëpunimit policor në Ballkanin Juglindor. Të nderuar pjesëmarrës, Vlora nuk është thjesht një destinacion i bukur turistik i Adriatikut dhe Jonit, ajo është një nga pikat më të rëndësishme të monitorimit të kufirit detar dhe një nga nyjet kryesore të bashkëpunimit operacional rajonal. Takimi sotëm në Vlorë është një mundësi e shkëlqyer për të reflektuar mbi rrugtimin tonë, për të analizuar sfidat dhe për të projektuar të ardhmen e bashkëpunimit policor rajonal. Gjatë viteve të fundit, SEPKA është ndruar në një strukturë solide bashkëpunimi, ku vendet tona jo vetëm shkëmbejnë informacione, por ndërtojnë standarde të përbashkëta, zhvillojnë operacione të sinkronizuara dhe adresojnë sfida që kërkojnë përgjigje të koordinuar. SEPKA është sot e besueshme, orientuar drejt rezultateve me ndikim real në rritjen e sigurisë të rajonit. Nëpërmjet këtij forumi, policitë tona flasin me një gjuhë të përbashkët, mendojnë në mënyrë të sinkronizuar dhe veprojnë me objektiva të qarta dhe të përbashkët. Kjo është arsyeja pse sot SEPKA shihet si një partner serioz nga Bashkimi Evropian, nga agjencitë e specializuara, si dhe nga partnerë ndërkombëtarë që mbështesin projektet tona për sigurinë dhe stabilitetin e Europën Juglindore. Si presidenti i radhës i SEPKA-s, duhet ju siguroj se Shqipëria mbetet plotësisht e përkushtuar që ky forum të vazhdojë të jetë një model bashkëpunimi dhe një mekanizëm i besueshëm në sigurinë rajonale. Ndërsa i afrohemi momentit të dorëzimit të presidencës të Bosnjë-Hercegovina, të bindur se presidenca e tyre do të sjellë vazhdimsi, forcim të mëtejshëm të bashkëpunimit dhe rezultate konkrete për gjithë rajonin tonë. Dhe padyshim besoj se kjo platformë do të ishte edhe më e plot nëse nën presidencën bosnjake do të bëheshin hapa konkret për të pranuar dhe policinë e Kosovës, çka do të çonte më përpara bashkëpunimin tonë. Gjej rastin t'ju falenderoj për kontributet, për angazhimin, për partneritetin e qëndrueshëm dhe falenderoj në mënyrë të veçantë Ministrinë e Brendshme të Austrisë dhe zotin Klaus Mic që mundson aktivitetet e SEPKA. Ju uroj punime të fryqme dhe suksese në misionin tonë të përbashkët. Faleminderit.